njerëz janë në kohën e sotit kretë ma trashë. Për shkak të mënyrës ai, ta ditën punon zyre. Aktivitet fizik ka duhet më shku me bu pilates, sa nuk hecën. Po, zakonisht ata janë klientat që duhet më shku. Ai që ka aktivitet fizik ditor, normal, zakonisht nuk ka nevojë. Por zakonisht na shqiptarët e gjejmë hallin me njerë, kam probleme hormonale dhe jam shëndosh. Na jemi mjeshtër mi gjithë, ajo është e vërtet. Po duhet me pas shumë parasysh punën e ushqimit. Ushqimit që hajmë sot nuk është ai që ka qenë për shembull para 20-30 vjetë. Problemet që kanë të rinjt përveç diabetit, që më shumë i prek të moshuarit, të rinjt kanë probleme me tiroidet, pastaj me ngritjet prolaktinës, me gjana të tilla që po ballafaqohen edhe në moshë të re. Si duhet trajtuar këto të dyja për shembull? Mas pari duhet bëhet diagnostifikimi sakt. A ka ose s'ka problem. Nëse ka problem, trajtimi dihet. Problemi me kësi është me vendos diagnozën. A është i përhershëm, për shembull, trajtimi me tiroidin? Zakonisht po. Po në mjekësi 100% nuk ka kur gjë. E njëjta edhe me prolaktinën? Prolaktina, emrin e dytë prolaktina e ka hormoni stresit. Hormon, po tash specifik. Krejt e paskëm sot. Po, shumë hormon specifik. Varet në çfarë kohë matët, në çfarë rrethana është matë, a është përgatit pacienti për me dhënë gjakun, që me mujt me e komentu. Edhe normalisht një prolaktin e rritur nuk do me thonë që problemi është real dhe ekziston. Ai duhet me u përsërit prapë, që me vërtetu është se nuk është i rritur. Mund t'jeti përkohshëm, pastaj të zhduket, apo... Po ajën që shofë se përjetojnë një ngarkes momentale dhe mas prolaktinë, normalisht që ka me qenë e rritun. Edhe komentimi saj nuk bëhet aq letë, sa me thonë po, dhe pas ke probleme me prolaktinë, duhet me marrë terapi. Duhet, thash, me përgatit pacientin për me dhonë gjakun për analizë dhe pastaj me komentu në mënyrë adekvate. Jeta e përmendëm paka shumë këtë punën e hormoneve që njerëzit edhe shëndoshen. Sa vinë për të ushtruar apo trajnuar edhe njerëz me probleme me hormone përveç problemeve ndoshta që i përmendëm pak më herët shtyllës kurrizore apo qafës, qa po dijo, se nuk jam mjeke që me i thonë me emra tamam. Ka shumë raste, dhe me thonë edhe trajtimit hormoneve, sidomos të femrat, ato që i përmendet ju, është pjesa e tiroidës, që shumë është... Janë mbi pesh, po, që vinë për me... Pra mundet vetëm ushtrimi fizik me ndiku, apo duhet kombinim, se besoj duhet edhe një farë dieta? Faktikisht, janë shumë gjëra të lidhur. Ka këto punë të miksi. Jo, a din qa o puna? Pilates ka ishqipnimën. Doktor Besim, a din qa është puna që... Krejt kemi probleme me diçka. Ashtë mu pëpdo këtë që përflasë për veti, që kam naj probleme dhe tani... Jo, veçdesht ta me u lidhë me këtë pjesën e stresit, dhe me thonë, jeta është bërë shumë dinamike në ditën e sotit, për se cilin,